Një ditë pas refuzimit të statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, jo vetëm nuk është zbatuar rekomandimi kryesor i Bashkimit Evropian për frymë bashkëpunimi mes mazhorancës dhe opozitës, por palët kanë vazhduar akuzat mes tyre sapo janë përballur në sallën e kuvendit. Madje përpjekjet e deputetit Sajmir Tahiri për të ndërprerë fjalën kryeministrit, ndërsa rendiste arritjet e qeverisë së tij me heqjen e vizave dhe rritjen e pagave, kanë nervozuar tepër këtë të fundit. Ti që flet nga vendi, mund të bëj fytyrën më të zezë se këpucët tua nga fëminia jote gjersot, nga fëminia jote gjersot. Nga fëminia jote gjersot. Ti e di mirë që u të njoh mirë ty. Ti e di mirë të njoh mirë si e rrit, ku e rrit, dhe cilë ke pas, dhe cila është pasaporta jote. Këto i di ti. Në mos shkoj pyet pak. Të njëjtin qëndrim me akuza kundër qeverisë ka ruajtur edhe opozita. Kryetari i grupit socialist Gramoz Ruçi kërkon ndërheqjen e kryeministrit dhe të ministres së integrimit si përgjegjësit kryesor për paaftësinë e treguar mbi proceset integruese. Por është për ta keq që si ministri i integrimit nuk flet si një ministër e vërtet, që minimumi kishte vetëm një fjali atë të dorëheqjes, u pasua në një fjalim i kryeministrit që përfaqëson qeverinë e integrimit që për herë të dytë bëhet e çintegrimit, i cili dhe ai duhet ta pasonte qofse kishte një përgjegjësi sa do pak morale, politike dhe institucionale, e kombëtare, duhet ta pasonte me dorëheqje për paaftësinë e tij dhe për përgjegjësinë e tij që ka ndaj integrimit të vendit. Nga ana tjetër, edhe kryeministri ka fajsuar opozitën se ka bllokuar integrimin e vendit. Megjithatë, në fund të fjalës së tij, Berisha deklaroi se mazhoranca është e gatshme të miratojë ndryshimet në kodin elektoral dhe në rregulloren e kuvendit. Sipas Berishës, këto janë dy pikat e vetme të negociueshme, pasi opozita nuk mund të diktojë asnjë ndryshim tjetër. Kjo me argumentin se djatha përbën shumicën, madje edhe me këtë premtim. Tini të sigurt se siç e parë që ja u bëhet gjithçka për të bllokuar vizat dhe u dhanë 141.000 vota më pak, 13 do vi shumë shpejt dhe do japin 330.000 vota më pak.